e bazuar në një korupcion të papar. Unë i përgëzoj kryetarët e institucioneve të drejtësisë që paten kurajon të thonë shqiptarëve të vërtetën. Paten kurajon që para jush në parlament të pohojnë se shqiptarët tani presin 16 vite për një proces. Dhe se nga një vit në vitin tjetër, kjo distancë, kjo afat është shkurtuar 16 ditë. Ata që i imponuan Shqipërisë këtë katastrofë, nuk kanë moral, nuk kanë integritet, të u kërkojnë ndjes shqiptarve për shkatrimin që i bërë një sistemi fragil si që ishte sistemi drejtësisë. Ata që u premtuan shqiptarve se do bjeri korupcioni, unë ju garantoj ju se korupcioni është minimumi 3/5 fishuar. Dhe se skapi i partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Ju keni ndigjuar se njerëzit me një besim normal dhe opozita duke dëshmuar se qëndron luajale ndaj shtetit ligjor, ndaj shoqërisë me shtet, dërgojnë dosjet pa numërta. A e dini ju çfarë ndodh? Dosjet mbyllen kundrejt rishfetëve. Dosjet në skap mbyllen kundrejt rishfetëve. Prandaj dhe aty kthehen në turshi ato aty. Po, zyrtarë që kanë vjedh qytetarët, që janë banë milionerë duke vjedh qytetarët, kur shkojnë dosjet aty, i mbyllin nëpërmjet rishfetit. E pa jashtë çdo lloj standardi. Sigurisht që e ndjek, edhe ju e ndiqni, po e ndjek me shumë preokupim. Kur në dosjet e Lubi Ballukut janë të qarta si kristali mbi 2.2 miliard euro. Lubia do merret e pandehur për 1 milion euro, për ma pak mbase. Pra, e vërteta është se dosjet mbyllen me qese parash. Dhe kjo është një gjë të mërshme për këtë vend. Të dashur qytetarë dhe qytetare, jam përpjekur të informoj. Dhe para një viti bëra një analizë. Mora raportet e Departamentit të Shtetit, statistikën e këtyre raporteve. Të vitit 2007-2008. Jo, më fali, 2008-2009. Statistikën e këtyre raporteve i kam këtu. Të vitit 2008-2009.
Çfarë tregonin këto raporte? Këto tregonin se në këto 2 vite task forca kundër korrupsionit çoi në gjykat, por ajo që ka më rëndësi, nga gjykata dosjet dërguara nga task forca në gjykat, u dënuan 630 zyrtar. Në 2 vite. U dënuan 630 zyrtar. Do e thëmë pse, ku është? Shumë e thjesht. Në 2 vite, si pas raportit të Altin Troplinit dhe të prokurorit përgjithshëm, të paraqitura në parlament viti 2022-2023, janë dënuar gjithsejt 199 persona për korrupsion dhe një pjesë e këtyre 199 janë dhe për krim të organizuar. Pra, 3 herë më pak. 3 herë më pak. Prisni. Njerë, t'ju thëmë vërtet, atë jam i hapur me ju, i në gjova në një raport, thanë që nuk sjellin dosje. Dhe qarkulloj dhe ajo në rasu kujtë urdhri e Diram, si u thoshte, asnjë dokument nuk do dërgoni kund pa firmën time, pa urdhën time, po thash i kanë bllokuar. Si ka mundësi. Mirë po, kur ne vërshum dosjet tona, kur qytetarët fillojnë të vërshojnë, aty asgjë nuk lëviz. Sepse aty bën pazare me dosjet. Hajduti që ka vjedh zyrtari Hajduti që ka vjedh qytetarët, tani një pjesë atyra parave i përdor për të ble prokurorin e skapit. Pse s'ndodhte përpara kjo? Pse përpara? Në 2 vite u dënuan 630, sepse përpara ishte task force. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që se mbyllte do dosjen. As prokurori, as polici kriminal, as hetuesi, as doganjeri, ishte të gjithë bashkë. Dhe në qoftë se njeri thoshte, mëse kjo, tjetëri thoshte jo. Pra, veprimin në grup, kurse tani na thot kjo, ndigjoni që thot kjo Troplini, prokurori është krejt i pavarur, zvarë. Po pranaj se është i pavarur për pazare ta ja u bëdo, po jo. Kjo është gjë kjo është arsyeja. Të shifni ju dosjet e tyre, janë të pafund, ata janë falsifikator, manipulator të dosjeve. Heqin dokumenta nga dosjet, me fakte kjo. Shtojnë gjërat pa qena. Kjo është një situatë të mërësisht alarmante. I kam dëgjuar të thonë, se nuk janë dënuar përpara kryeministra, apo përpara janë dënuar 2 kryeministra, zotëri, në atë kohë kur ne, është këtu i ka dënuar njëri për këtyre. 2 kryeministra, mashtrime ordinere të një memorie të shkurt që duen të shkruajnë shqiptarve historinë si mas oreksit tyre. Janë heq imunitete zëvendës kryeministrave, edhe në vitit 2009. Anë shua po jo. Dhe kanë shkuar në procese gjyqësore. Pa ma kishte një ligjë për para. Dhe a i ligjë ishte ky. As një minister nuk kryeson të autoritetet kontraktuese. Me ligjë, e ndaluar. Dhe atë ligjë, e amendova fal një profesori amerikan që erdi dhe ma këshilloj. E bëndi këte e bëj me njeri, thashun. Dhe e bëra sa erdhe në pushtet.
S'kishte. Kështu që po të shtrinë të dorën ministri i dilte dorë e zezë aty. Prandaj u dënuan 630. Ishte task force. Kurse tani paguajnë shumë atë të mërshme. U them unë ju, në ushtrinë e Lubis, ju garantoj që dosjet mund t'jenë edhe 15 aty. Nuk ka ajo, se ajo nuk njifte nuk njifte kufia as gjë, do më dhe më tapë. Në e i Banka Botërore thoshte se e shifta abuzimin e të mërshëm. Vetëm në një verë kanë shpërdoruar 600 milion euro në tregun e energjisë. Janë të gjitha dokumentuara. Dhe Banka Botërore e shefu thot, do bëni thot bursë energjisë ose s'bandëm, se si u bë bursa, ku pyeste Lubia për bursën? Jo, të gjitha i bënde jashtë burse për sëri. Gjdo tender për shitblerë e energjie jashtë burse. Se njerëzit rrime dhe flasin për tunele Llogaras, është lule tuneli me 50 milion. Energjia është shitur me 170 euro, faktikisht është shitur edhe me 23 euro, po ajo pastaj është eksportuar me 170 euro dhe është blerë nga shqiptarët me 305 euro. Me dokumenta këto. Me dokumenta të gjitha. Dhe unë, por ne do vazhdojmë, ne mbrojmë interesin e shqiptarëve. Ata që thonë se jo po fjalë, jo, ne respektojmë absolutisht me respektin më të madh. Çdo gjykac, çdo hetues, çdo prokuror i heqim kapelen dhe kam shtetin ton të plotë.